Kto janë 3 mësime që ka marrë në real estate që do doja t'i kisha mësuar që në fillimet e mia. E para, mos u ndal kurrë së bëri prospekt. Ditët që unë bëj prospekt janë ditët që unë fitoj. Ditët që nuk bëj prospekt janë ditët që unë mbas mundësi për të ardhmen. Është kaq e thjeshtë. E dyta, follow-up është arti i shitjes. Shpesh konsulentët imobiliar mendojnë se duke kontaktuar vetëm një herë mjafton. Jo. Fiton gjithmonë konsulenti imobiliar i cili qëndron on top of mind të klientëve, i komunikon shpesh, bisedon me ta dhe u përçon vlera. Dhe e treta, ndërto sisteme. Kur s'ke sisteme, humbet lica, humbet kontakte, humbet mundësi për të fituar të ardhura. Real estate në fund të ditës nuk është talent, është thjesht organizim. Sa herë që unë këto 3 mësime i kam përfshirë të panegociueshme në jetën time, gjithmonë biznesi im ka ecur përpara. Dhe sa herë që unë i kam lënë pas dore, të ardhurat nuk kanë qenë aty. Real estate është për ata persona të cilët janë të disiplinuar, jo për ata që presin fatin.